Gjithçka tashmë është gati, atmosfera dhe entuziazmi është aty ku kjo kombëtare meriton. Përfaqësuese shqiptare do të përballet në orën 18 ndaj Armenisë në një sfidë ndoshta jo përcaktuese, por pa diskutim mjaft të rëndësishme. Tekniku tashmë italo-shqiptar i kuqezimeve Gianni De Biasi nuk e ka zgjidhur ende dilemën e madhe se kush do ta mbulojë qendrën e mbrojtjes. Mërgim Mavre me probleme fizike do të testohet deri në momentet e fundit, nëse do të arrijë në kohë rekord të rekuperohet. Në të kundërt me shumë gjasa Curi do të rreshtohet në vendin e tij. De Biasi do të aplikojë skemën 4-2-3-1 ku në port si gjithnjë do të jetë Berisha, në mbrojtje Hysaj nga e djatha, Cana me njërin mes Mavre dhe Curit në qendër dhe Agolli nga e majta. Para mbrojtjes do të vendoset me shumë gjasa dysha Kukeli Abrashi, ndërsa Roshi me Mushaj dhe Taulant Xhaka do të lëvizin pas krave të Sokol Cikaleshit. Një moduloje në dukje më defensiv, por që mund të shndrohet në tejet ofensiv kur skuadra sulmon. Në krahun tjetër, trajneri i Armenisë Bernard Shaland do të zbresë në fushë me lojtarët më të mirë që ka në dispozicion për të synuar pikët maksimale në Elbasan Arena. Në port do të jetë kapiteni Berezovski. Mbrojtja do të jetë mbi populluar me 5 lojtarë, ku Hovhannisyan do të luajë nga e djatha, Harojan, Arzumjan dhe Voskanian në qendër dhe Harapetjan nga e majta. Në mesfurt do të vendosen nga e djatha në të majtë Mkhitaryan, Pikseli, Yedigarian dhe Gazarian. Në sulm do të vendoset i vetëm lojtari i Spartakut të Moskës, Yuri Movsisyan. Sigurisht arma kryesore e teknikut zviceran është ylli i Borussias së Dortmundit Henrik Mkhitaryan, një lojtar që mund të bëjë diferencën kundër çdo skuadre. Megjithatë, në orën 18, çdo fjalë, çdo koment dhe çdo parashikim do të lëshojë vendin futbollistëve në fushën e lojës, me shpresën që përfaqësuesja kuqezi të vazhdojë të kultivojë ëndrrën e çdo shqiptari, pjesëmarrjen në Europianin e Francës.